Disa të krishterë që kishin ikur nga Italia për të shpëtuar përsekutimit asaj kohe, kur panë këtë dëshmi të madhe, dëshmuan edhe për besimin e Krishtit. Ishin ata që i dhanë trupit të martirit madh Asti një prehje në varr, dhe ishin ata që dëshmuan përsëri. Ata gjithë ato u arrestuan 7 veta, e të nesërmen u mbytën në detin Adriatik. Kjo është historia shumë shkurt e Shënasti. Shënasti ishte i dëgjuar sepse Durrësi ishte i dëgjuar në atë kohë. Sipas traditës, ishte Shën Pavli që e përhapi krishtërimin në këtë qytet. Dhe peshkopi i dytë ishte Asti. Gjithmonë sipas traditës, peshkopi i parë ishte Qesari dhe i dytë ishte Arsh. E ishte një peshkop i shenjtë. Mësimi i tij ishte i flak dhe kudo ai predikonte jo vetëm me fjalë, por edhe me veprat e tij. Dhe në fund fare dha dëshmi me jetën dhe me gjakun e tij.